Do diskutojmë tani edhe për sa i përket përshkallëzimit konfliktit midis Izraelit dhe Iranit, ku përgjatë fundjavës Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përfshin drejt për drejti në sulme ndaj Iranit në 3 sitet ku mendoi se zhvilloi aktiviteti i pasurimit me uranium. Në një linjë drejt për drejt kemi zotin Ulzim Veliu, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Veliu, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, sikur se tham, përgjatë fundjavës ishte edhe përfshirja e Shteteve të Bashkuara në sulmet në 3 sitet kryesore ku zhvillohet programi bërthamor i Iranit. Si e shikoni këtë përshkallëzim të konfliktit? Me thënë të drejtë, një gjë e tillë është pritur që nga momenti kur me bombardime filloi Izraeli kundrejt Iranit, kishte lëvizje të forcave ushtarake amerikane me disa aeroplan apo edhe me aeroplan mbajtëse që u ofruan fillimisht në Çipër, pastaj edhe në vendet përreth krizave, dhe ishte diçka që është pritur momenti se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Unë uroj që udhëheqja iraniane të ketë kuptuar mirë mesazhin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata të ndërmarrin hapat e duhur apo ajo çfarë është kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të mos kemi përshkallëzim të situatës e cila mendoj se do t'i kushtojë më së shumti Iranit, qytetarëve të Iranit, por edhe udhëheqjes dhe liderëve të tyre, mund të themi liderëve që të një vendi totalitar dhe një udhëheqje totalitare, pra ajo mund të vazhdoj pas 2 javës, në qoftë se ata nuk do të marrin hapat e tyre drejt takimit dhe vazhdimit të bisedimeve për ndalimin e pasurimit të uraniumit apo pasurimin e uraniumit vetëm për masa për nevojat e tyre energjetike, por jo edhe në për masa më të mëdha. Ndërkohë, zoti Veliu, në këndvështrimin tuaj, ju e thatë që Irani duhet ulet në bisedimet të paqes, por në anën tjetër, zyrtarët kanë paralajmëruar për hakmarrje, kryesisht ndaj bazave amerikane që janë kudo në lindjen e mesme. Edhe sot, Ministri i Jashtëm i Iranit planifikohet të zhvillojë një takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Shikoni një përfshirje të mëtejshme sepse Irani të paktën deri tani nuk ka shfaqur asnjë lloj angazhimi se mund të ulet në tavolinën e bisedimeve. Po në qoftë se ata nuk do të ulen në tavolinën e bisedimeve, do të apësojnë shumë më keq se sa në tentativën e parë apo në sulmet e para që ishin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se mbrapa gjithë asaj çfarë ka ndodhur në Iran ka qëndruar gjithmonë Putini dhe Rusia, mirë po në momentin aktual Rusia ka një shtat tepër të ndërlikuar dhe e ka të pamundur që t'i dalë në ndihmë Iranit, pasi është vetë në një krizë, në një luftë me Ukrainën që kanë kaluar tani 3 vite dhe ende nuk po arrim deri te përfundimi i asaj lufte apo te një fitorie që cilën Rusia kishte menduar që ta marrte për 3 ditë dhe kanë kaluar 3 vite e ende është në problematika të mëdha dhe mund të them fal ardhjes Trumpit në krye të Shtetet të Bashkuara të Amerikës është zgjatur lufta ende në Ukrainë, pasi kishim një periudhë kohore kur Shtetet e Bashkuara sikur tërhoqën vëmendjen nga Ukraina dhe nuk vazhduan me ndihma, pra dhe në këtë mënyrë i dhanë shancën Rusisë që të rikthehet sërish, se përndryshe sikur të vazhdonte me tempo në njëjtë nga viti i kaluar, unë mendoj se Rusia do të dilte e turpruar nga Ukraina, ndërsa tani në pjesën tjetër në Iran ata nuk e kanë atë fuqi dhe atë mundësi për të dalur kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe më i humbur dhe më tepërmi do të psoj vetëm Irani, pasi ata ndoshta me takimet me rusët dhe me liderët rusë do marrin premtime, por premtime që nuk do të arrihen asnjëherë të realizohen. Ne e dim shumë qartë se Rusia ishte pikërisht ajo që edhe në kohën e bombardimeve të NATO-s kundrejt Serbisë që i dha goditjen më të madhe Serbisë pasi që i premtonte shumë e në fund të ditës vetëm ka shikuar nga larg. Për gjithë atë proces çfarë ka ndodhur në vitin 99. Ndërkohë, zoti Veliu, në këndvështrimin tuaj mund të jetë mbyllja
e ngushticës së Hormuzit, një armë që mund përdoret nga Irani. Ditën e djeshme, Parlamenti i Iranit ka votuar pro mbylljes, por do të jetë Këshilli i Sigurisë Kombëtare, ai që do të vendosë nëse do të mbyllet ose jo. Dhe shikoni pasoja për ekonominë globale, sidomos për ekonominë europiane, sepse nga ngushtica e Hormuzit kalon të paktën 20% e naftës që konsumohet në rang global çdo ditë. Po me thënë të drejtën që në ditën e parë të fillimit të bombardimeve nga Izraeli, kemi vërejtur edhe këtu në Gjermani ku unë jetoj, me njëherë kemi pasur ngritje të çmimit të naftës dhe produkteve të tij, kështu që pasojat e luftës jemi duke i vërejtur qysh tani. Ndërsa në rast të mbylljes së atij kanali, atëherë ato do të shkojnë drejt rritjeve të problemeve dhe rritjes së çmimit të naftës dhe produkteve të naftës, por sa do të jetë në gjendje ta mbaj është pyetje tjetër, pasi që në një rast të tillë sulmet dhe agresioni i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Izraeli do të jetë më i fuqishëm kundrejt Iranit. Ata duhet një gjë të tillë ta mendojnë shumë mirë për të marrë një vendim të tillë, pasi që do të jetë me pasoja të mëdha për jo vetëm për Iranin, por edhe për gjithë rajonin. Irani është një vend që tani që nga vitet 70, nëse s'gaboj 78, 79, është në sundimin e Homeneive të kësaj klase papërgjithshme politike, diktatoriale, pra një vend që për një periudhë të gjatë njihet si jep i civilizimit botëror, pra Persia e lashtë, ndërsa tani e sa vite e vuajnë edhe qytetarët e saj. Dhe unë pres që një të ardhme të afërt do të ketë shpërthim të brendshëm dhe do të vazhdoj me protesta kundër regjimit aktual në Iran dhe do t'ja bëjt pamundur për të qëndruar edhe jo vetëm bombardimeve nga jashtë, por edhe presionit nga brenda. Pra do të ketë edhe një kryengritje, nëse më do të quajmë kështu, të popullit nga brenda, sepse u nis me sulme kundër pikave që mendohet se zhvillohet aktiviteti pasurimit me uranium, si nga Izraeli ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara, dhe tashmë pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të shtunën duke u gdhirë diel, si Donald Trump ashtu edhe Netanyahu kanë kërkuar edhe largimin e regjimit në Iran. Mendoni se një skenari i tillë është i mundshëm? Po, sipas asaj çfarë unë kam parë dhe kam lexuar, që një gjë e tillë është e mundur dhe është një skenar i tillë i para përgatitur. Mirë, po është vetëm momenti se kur do të kemi një kryengritje të fuqishme popullore, pasi që edhe vetë populli iranian është duke vuajtur tash e 30, tash 40, mund të themi 40 vite të plota prej kurse janë Homeneit në pushtet në Iran. Dhe është një rast i mirë se është fakt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli një sulm të tillë nuk e bën për të çliruar popullin nga diktatura, por një sulm i tillë është bërë që të mos i lejohet Iranit të ketë armën bërthamore, pasi që të gjithë ne e dimë se Irani është një vend që ka marrëdhënie shumë të mira me grupet terroriste që veprojnë në atë zonë, sidomos me Hamasin dhe me grupe të tjera, dhe është sponsor i luftimeve të tyre. Dhe në rast të arritjes deri te bomba atomike nga Irani, do të jetë rrezikshmëri e lartë për të gjithë rajonin, por edhe për globin, se një armë e tillë pastaj mund të kalojë edhe tek grupet terroriste që veprojnë në atë rajon. Dhe një gjë të tillë nuk ka mundësi ta lejojë Izraeli e as Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndodhë, pasi që në këtë rast kanoset edhe vetë ekzistenca e shtetit të Izraelit. Ndërsa ky do të jetë një rast shumë i volitshëm për të gjithë forcat progresiste që janë në atë vend, që nuk janë të pakta, për t'ju kundërvun këtij pushteti dhe për të sjellur lirinë dhe demokracinë në atë vend të lashtë dhe me një kulturë të lartë. Po pra. Zoti Veliu, si e shikoni qëndrimin e Kinës përgjatë sulmeve, fillimisht të Iranit, bënte thirrje për paqe, për qetësi, për të ulur në bisedime, dënonte her pas here sulmet e Izraelit, dënoi gjithashtu edhe sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoni se Kina ka qenë disi e distancuar së bashku me Rusinë?
Po, në një farë mënyre, unë kam ndjekur me kohë, sikur Kina është një nga vendet që qëndron larg të gjitha këtyre zhvillimeve, nuk bëhet fjalë vetëm për rastin e fundit në Iran, por edhe në rastin e luftës në Ukrainë, ka qenë një nga vend që ka bërë thirrje për shuarjen e vatrave të krizës dhe problematikave, mirë por nuk ka qenë nga ato vendet që ka pretenduar ta ndihmojë njërin apo palën tjetër ose të pozicionohet në një krah, në njërin nga krahët. Me sa unë e kam kuptuar, shteti kinez është interesuar për ngritjen dhe rritjen e tij ekonomike dhe financiare, dhe për të rikthyer ndoshta në një rast të tjetër, dhe unë në një farë forme e them se kjo është qetësi para një rrëmuje. Ndërkohë, zoti Veliu, ta mbyllim me efektet në Ballkanin Perëndimor. Shikoni kërcënimet mundshme apo vende mund përfitojnë nga situata e brisht ndërkombëtare dhe të pretendojnë ndryshim të territoreve, sepse jo më larg se javën e kaluar, Bashkia e Tiranës, faqja e zyrtare e internetit Bashkisë Tiranës, u sulmua nga hakerat e Iranit për shkak se në Shqipëri, ju e dini, është e strehuar një pjesë e opozitës iraniane. Po, nuk është hera e parë që institucionet shqiptare sulmohen nga hakerët iranian. Ka ndodhur edhe më herët, jo vetëm në Bashkinë e Tiranës, por ka ndodhur drejt për drejt në qeveri, dhe unë mendoj se gjëra të tilla do të ndodhin edhe në të ardhmen, por kjo është një luftë speciale, kjo është lufta e vërtetë e kohës që po ndodh tani, dhe për Iranin, për qeverinë aktuale, për ata që sundojnë sot me Iranin, Shqipëria është një vend i padëshiruar dhe pikërisht kjo është shkaku që ata e sulmojnë. Mirë po, pyetjes tjetër për t'ju përgjigj, pyetjes tjetër që ju e drejtuat më herët rreth asaj se çfarë ndikimi mund të ketë në rajonin e Ballkan, a do të ketë mundësi që dikush të ketë pretendime territoriale dhe të zgjerojë territorin në Ballkan. Unë mendoj se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, edhe nuk do të ndodhë në një situatë çfarë jemi tani. Pretendimet dhe mendimet e tilla ka pasur gjithmonë, ka edhe tani, mirë po ne jemi në një proces të integrimeve të vendet tona, pra sidomos Shqipëria që ka ecur mjaft mirë në integrimet euroatlantike, në rajon kemi vende që janë anëtarë të NATO-s dhe si të tilla janë shumë të sigurta, po flasim drejt për drejt për Shqipërinë, Malin e Zi, ndërsa sa i përket çështjes së Kosovës, Serbia çdo herë ka pasur pretendime. Unë jam mëse i sigurt se po jo në rast të bëj vogël Serbia një gjë të tillë do ta bëj, mirë po aktualisht e ka të pamundur, pasi që Kosova nuk është në NATO, mirë po NATO është në Kosovë dhe si e tillë është shumë e sigurt përkundrejt sulmeve që mund të vinë nga vendet fqinje. Mund t'jetë me brish, zoti Veliu, mund t'jetë me brish situata në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës? Po, ne e dim shumë mirë që në Bosnjë kemi një komunitet shumë të fuqishëm serb, që në çdo mënyrë është duke u munduar të rikthej problematikën, duke bërë tentativa për të shpallur, fillimisht për të shpallur edhe ndarjen nga pjesa tjetër e Bosnjës, mirë po një gjë e tillë i është bërë shumë e qartë, sidomos në vitin e kaluar kur rajonin e vizitoi vetë shefi i CIA-s amerikane, pra ishte dy vende që vizitoi vetëm Serbinë, Kosovën, por edhe Bosnjën, dhe në atë moment ju ka bërë të qartë të gjithëve se destabilizim të rajonit nuk guxon të bëhet në asnjë mënyrë. Dhe të gjitha ato do mbesin si fluska sapuni, të gjitha ato çfarë flasin Dodik dhe Vučić në Beograd. Zoti Veliu, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.